Bërja e Endri Shabanit, avokat i popullit, me firmat e mender deputetëve të PD-s është një turp që nuk mund të fshihet pas ikjes nga procesi i votimit. Ky është një pazar i pist në kurrizë të demokratëve dhe ti, doktor Berisha, nuk shmangesh nga përgjegjësia pse nuk e vën firmën. Ti, doktor, nuk shkëputesh dot kurrë nga Sorosi, që vetë ke sjell në Shqipëri, e ke pritur dhe trajtuar si mik tëndin. Ti, doktor, vazhdon të komandohesh nga Sorosi, sepse ke gjysmën e grupit parlamentar dhe të kryesisë këlysh të Sorosit. Ti, doktor, vazhdon të ruash me fanatizëm pazarin me Ramën prej prillit 2008 dhe non-stop keni bërë bashkë çdo gjë të pisët e të ndyrë në kushtetute kod zgjedhore që t'ju hishin shqiptarëve të drejtën e zgjedhjes. Ti, doktor, në të gjitha qeveritë e PD ke promovuar dhe ke bërë ministra vetëm këlysh të Sorosit dhe të ish sigurimit të shtetit, sepse kur nuk e qenë i lirë dhe pse ke folur për lirinë gjatë gjithë kohës. Bëni edhe 2 dhomat në parlament, doktor, se kuzhinën e keni të përbashkët dhe 2 halet veç e veç. Prej vitit 2001, PD që ras me deputet partiçka në 7 palë zgjedhje, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, 2025 nuk kanë kandiduar asnjëherë me siglin e tyre dhe nuk e din as vetë nëse kanë apo jo antar në ndonjë qendër votimi në 5200 qendra që ka Shqipëria. Nga 50 deputetët që mori PD në 11 maj, 8 ishin të këtyre partive që pothuajse të gjitha bashkë morën vota vetëm për një mandat. Tani nga këto 42 që i kishin ngelur PD-s, do t'u jap edhe 6 deputetë të tjerë që këto parti çkëza të formojnë grupet parlamentare. Kështu që vetë votuesit e PD-s do të kenë 36 deputet si përfaqësues të 500.000 votues. O, doktor Berisha, ke 29 vjet, qysh në vitin 1996 që ngelet duke qeras me votat e demokratëve, antikomunistët, idealistët, të përndjekurve politik, lloj komunisti, hajduti, mashtruesi, mosmirnjohësi, palaçosh me pushtet, dhe këto sa ikën PD nga pushteti, ikin dhe humbin si shurra e pulës në mullar të bykut. Ke afro 30 vjet që qeras me deputet, çdo mashtruese besprerë në parti leshi, që nuk kanë as antar, as votues, as struktura, dhe pothuajse janë të shkrira, po mos ishe kaq bujar ti në çdo palë zgjedhje. Po si nuk qerase një herë të vet me demokratët që i kanë qëndruar PD-s në opozit, mor doktor. Në vitin 1996, ato që qerase pa asnjë kontribut emerit ikën si qenë të pshurur nga syt këmbët në mars 97. Ato që qerase me mandat deputeti dhe ministrash, zëvendës ministrash, drejtor drejtorie në vitin 2005, kanë ikur të gjithë te PS-ja, doktor, ose shijojnë çfarë vodhën, duke ndenjur si asnjë anës në qefin e tyre. Ato që qerase me 30% të pushtetit në 2009, mor doktor, dhe i dhan kosto e faturë të rënd PD si kokra hajdutësh, të ikën në prill 2013 dhe sollën Ramën në pushtet. Ato që qerase me deputet në vitin 2013, doktor, të lanë dy fekun në faqe dhe bashkuan votat me Ramën 4 vjet, duke bërë edhe reformën territoriale dhe mbaruan punët e tyre në kurrizë të votave të demokratëve. Qerase Lylin 8 vjet, doktor, nga 2013 në 2021, derisa të përjashtoi dhe kur nuk kishte kushta qeraste, iku si shurr pule, duke marrë votat sa për kryeplak në kryevidh. Në 11 maj 2025, përveç 8 deputetëve që qerase parti pa votues, qerase dhe të gjithë ata që nuk lanë asgjë pa thënë e pa bërë kundra demokratëve nga shtatori 2021 e sidomos më 8 janar 2022 me mandat deputeti. Tani po të pyes publikisht, doktor, a i mban mend emrat dhe fytyrat e të gjithë këtyre që ke qeras me mandat deputeti, ministri, zëvendës ministri, drejtori, me pushtete, me para, me pasuri dhe me emër në emër të votave të demokratëve? A i mban mend Majlinda Bregun, doktor, po Arencën, Viktorin, Pangon, Imamin, Rulin, Gjanën, Halimin, po Benet Becin, doktor, atë kujtohet? Po Vishu Ajazi i Shikut, doktor, që dekoroi Rama, se për ata të vitit 1996, 1997, nuk po të pyes, se kanë qenë me shumicë në atë kohë. A i ke qeras me gjithmend, doktor, apo kanë qenë pjesë e lojës, e pazarit apo misionit që në emër të demokratëve të përfitojnë pushtet, pasuri e para, të gjithë të tjerët përveç demokratëve të vërtet? Se me të thënë të drejtën, doktor, unë nuk besoj kurrë që në 35 vite të ketë qelluar kaq rastësisht që në emër të demokratëve të kenë përfituar vetëm ky lloj bastardësh që nuk kanë asnjë lidhje, asnjë kontribut, asnjë ngjashmëri dhe asnjë merit në të gjithë historikun 35 vjeçar të PD-s dhe sakrificës së demokratëve. Se po të ishte me të qelluar e kaq rastësisht, atëherë pse këta shejtanërit e PS-s si nuk qerasën njëherë kurrë ndonjë demokrat me pushtet në 35 vite, për 22 vjet që kanë qenë në Kal Moraman, në 13 vite pushtet që ka qeverisur PD, po si nuk qerasën njëherë të vetme doktor me karrige ministri, një ish student të dhjetorit që nuk erdhi në PD në atë dhjetor nga sigurimi i shtetit. Dhe e fundi, doktor, a do të vazhdosh të qerasësh përsëri me poste në kupolën e PD-s servil të pështirë, hipokrit dhe debile idiot profesionist?